Jel mikrolagje. Ta shikugri të muri, sot është 22 tetor. Pa. 22 tetori, ato partizan që u nisën nga Vlora, të brigadës 12, ishit brigadës 12, batalioni 2, 9 veta, ato erdhen natën e 18 tetorit, masdite, morën një vark me rema që jep me krah, gjetën ja 4 marinar italian aty, edhe lëvizën me 9 partizanët, natën për gjithë natën 18 edhe zbarkuan në atë anë që erdhëm në anije të Gjiuja Prakut. Gjiuja Prakut ishte vendi më i fshehtë dhe më i zbarkueshëm për vark. Zbarkuan të 9 dhe pan këtu që po shifti njëri. Kanë gjetë 2 armen dhe 4 italian. Edhe morën informacion nga ata që këto forcat gjermane në largu me datën 12 400 veta drejtim Triestes. I ka marrë Gjermania drejtim Triestes. I morën këto gjetën mije dhe gjetën konserve, gjetën pjesë metalike, pajisje ndryshe, i morën dorëzim. Mirë po, dole të jeptin i sinjalin brigadës 12 komandës atje në qendër, të jeptin sinjalin që e morëm i shullin. Ajo anije me 4 rema ishe zhdukur me këta italianët, ishe si dukur të arratisur. E ngele kështu. Joftuan me pistolet dhe me shenja dhe u nisën ai përgjegjësi portit Vlorës. Si që u nisëm ne atje, u nisëm me vakën e vetë. Erdhi këtu, solli 3-4 të tjerë, edhe me datën 22 flamuri shgrit ka ndërtesa aty. Ajo ndërtesa, ngritë flamurin e marrës dorëzim të ishullit Sazanit, të çlirimit dhe mbajtjes kontroll të kësaj toke. 22 tetori. Çdo gjë që kemi folur tani, mund ta keni parë dhe mund ta keni dëgjuar. Ajo që është e pathënë dhe e patreguar, është se pas nesh atje është qyteti antibërtamor nën tokë. I kryesor. Kryesor. Edhe gjithë rruga nga qendra e ishullit në veri dhe rruga nga qendra e ishullit në jug, në anët të rrugës janë gjithë strehimet masive kryesore. Çfarë ka atje? Nuk e thua dot. Nuk e thua. Çfarë tuneli është ky? Ky është tunel për të mbajtur rezerva. Rezerva. Edhe ushqimore edhe karburante. Ai muri që ishte bërë aty, e kemi bërë që i kukullon tunelit të bledhi ujë. Edhe poshtë, e ruhet ujë dhe ka i tub të poshtë, tu, edhe ky tunel ky tubi shkon ke depë marinës, i jep ujë e saj atje. Aty ku të shkojmë të komandë do të them me problem në ujët. Qife, edhe kjo ka murin e vetë. Kush i ka ndërtuar këtu? Dushëm. Italia, 1921 këto. Këto shtyllet janë vendosi 1914. Edhe kjo, po të asaj kohë. Edhe kjo e ka pritë, shiko se kemi bë murin e aty, kemi bllokuar për ujë. Për ujë. Rezerva dhe ujtit, sidomos në verë. Që s'ka, shivi bunkeret, edhe ky i asaj kohë. Spitali i doktor Nuës. Duebardit. Objekti që kam unë kratë djathë është spitali i ishullit. Këtu kishte vend mjekim, shtretësh shtrimi i spital, mbulohej sallë e operacionit nga mjekët e shefat e pavionëve të spitalit Usarak. Ajo që është shëmbur është farmacia. Ka punu Miranda. Farmacia. Pastaj përballë kemi? Majta se gjithë kjo është komanda e ishullit, Sazanit, e ndërtuar nga Italia. Si që është lartë, është dhe nën tokë. I mbledh ujëret gjithë lartë, në rezervuar me 7 filtra, edhe kur mbushet, ja transporton depove tjera në mënyrë sistemin hidrolik, mbush depove tjera. Kjo.
komanda. Ka hyrjen kryesore, është në formë uje, ka sheshin kryesor brenda aty, edhe ky objekt është shumë i fortë, por ne na ka dëmtuar shumë kur erdhën anglezët për këtu në mas 2000-shit, që shkojnë për Siri, ata u vendosën këtu e përdorën për imitim, për luftime që në banuara, për imitacion. Dhe na ka prishur objektin kryesor, po ky është objekt që duhet ruhet. Ky është